Përshëndetje dhe sot ndodhemi në Fush Kruj, një ambient spektakolar dhe i mrekullueshëm me qytetar fisnik të respektuar dhe të nderuar. Dhe siç e kemi premtuar, ne do jemi çdo javë në qytete të ndryshme apo qytete të ndryshme për të përcjellë informacionin që ne duam të themi. Dhe jo më kot, e drejtë, sot ndodhemi me studentët e Institutit Kulinar në Ranzi dhe docentët e saj për të ofruar një spektakël kulinarik, të cilët të gjithë mundet ta përfitojnë dhe të ndihen shumë mirë me gjithë stafin tonë dhe studentët tanë. Dhe mbi gjitha të marrin dhe informacionin kryesor për sa i përket Institutit Kulinar në Ranzi, për të zgjedhur rrugën e dur drejt dijes dhe për të siguruar një profesion të sigurt. Në fakt bërije, jo më kot, në Shqipëri tashmë të rinjve ju ofrohen shumë mundësi punësimi, të cilat i premtojnë të ardhurat të shpejta, por ndonjëherë në rrugë jo shumë të sigurt. Dhe meqense sot ndodhemi në Fush Kruj, ne kemi një thirrje nga Instituti Kulinar në Ranzi për të gjithë të rinj, që mos të zgjidhni të bëheni skiftera, por të bëheni guziniera. Super kënaqësi e madhe që ndodhemi sot së bashku me ju qytetarë të mrekullueshëm fisnik dhe të nderuar për t'ju ofruar këtë spektakël kulinarik me studentat e Institutit Kulinar në Ranzi dhe me docentët e saj. Dhe jo më kot, destinacioni jon i kësaj jave ishte Fush Kruja, duke qenë se është një qytet me njerëz bujar dhe ne vendosëm bashkë me Institutin Kulinar në Ranzi të shpërndajmë informacionet tona për ju. Instituti Kulinar në Ranzi ofron kurse të panumërta, dhe gjithë studentët e saj janë shumë të kënaqur me zgjedhjen që kanë bërë dhe në fakt në Shqipëri kjo është një, le të themi, rrugë e sigurt. Tashmë ne e dimë Barina, apo jo? Po, patjetër, Altin, që në Shqipëri ka pafund mundësi punësimi, por është e vështirë që këto mundësi punësimi të jenë
mundësi të sigurta, pra që në fund të muajit të jetë një pagë e sigurt dhe një pagë e qetë. Prandaj Instituti Kulinar Neranzi ka një mision në vete që ta arrijë që të mundsoj deg, profesione dhe paga të kënaqshme dhe të mira për çdo student apo qytetar. Të korrigjoj pak, super paga, jo paga. Okej. Janë pranueshme. Dhe jo më kot, sot ndodhemi në qytetin e Fushkrujës për t'i dhënë edhe në një farë mënyrë mesazh të gjithë qytetarëve të saj dhe sidomos të rinjve që më mirë të bëheni guzhiniera se sa skiftera. Që kështu, unë mendoj që ta nisim dhe të bëjmë një shpjegim shumë të vogël të gjithë ambienteve që ne kemi sjell sot këtu. Unë mendoj ta nisim me barin, me që të dy ne është një sektor që na pëlqen shumë. Ky është sektori i parë që ne po e nisim, me sektorin e barit dhe tashmë është dhe full, akoma ende nuk ka nisur në fakt gjithë aktivitetet dhe mezi arrim që të futemi. Me sa kuptohet nuk qenë ka vetëm sektori joni preferuar. Me zysh Albanën do kalojmë përsëri më vonë, le t'ja lëm kënaqësinë të gjithë qytetarëve për të shijuar koktelet fantastike që Zysha realizon dhe kalojmë tek sektori i gelaterisë. Është një super sektor me super staf, me super studentë të Institutit Kulinar Neranzi që po shërbejnë një super akullore cilësore me produkte fantastike. Që kështu keni mundësinë që të provoni dhe të degustoni shijet më fantastike të akulloreve dhe jo vetëm, por dhe toppingjet e tyre. E drejtë. Ndërsa vazhdojmë më vonë, kemi dhe ëmbëlsira të ndryshme që po prapa shoqëria i ka realizuar. Marcela, pjesë e stafit ton, duke përgatitur të gjitha ëmbëlsirat dhe duke asistuar, ka bërë një punë fantastike me këto ëmbëlsira që të gjithë qytetarët t'i degustojnë. Dhe Alken doja të korrigjoja që një përfitim tjetër është se përveç degustimit, keni mundësi që të mësoni dhe si t'i përgatisni, në të njëjtën kohë të gjeni dhe produktet më të mira për t'i përgatitur ato. Madje dhe jo vetëm kaq, të gjithë që duan të informohen dhe të marrin më tepër informacion në lidhje me të gjithë degët që Instituti Kulinar Neranzi ofron dhe kompania Neranzi ofron. Si gjithmonë që kompania ka qenë një mbështetës shumë e madhe e institutit. Patjetër. Të gjithë qytetarët kanë mundësi që të afrohen dhe të pyesen dhe të marrin informacione në lidhje me çdo degë që Instituti Kulinar Neranzi ka për të ofruar. E ndjen këtë aromën? Një super aromë. Do thoni më? Dhe këtu jemi me zemrën e gjithë këtij eventi, një spektakël kulinarik mjaft mahnitës që gjithmonë lë mbresa me aromën dhe me shijet e saj. Dhe absolutisht që është vetëm tigani i madh i autobusit të shijes, ku përgatiten pasta dhe risottot më të mira, por jo vetëm pasta dhe risotto do thoja unë. E drejtë. Shef Stefani është duke u kujdesur për të realizuar këtë gatim mahnitës. Sot ne kemi përzierur recetën e parë, kemi dy receta që operojnë në Fushkruj. Receta e parë është pene me perime të orëzheli të lira, me pana me pesto genovese dhe erëzat e kompanisë shumë ficore, si koriandri, si trumza, piperi kuqi i ëmbël dhe një produkt i ri, si që është dhe kjo, një mix erëzash për t'i dhënë një shije sa më të mirë recetës si ne do përdorim. Gjithashtu, do përdorim edhe pak mustar. Pra panën duke e alternuar me pak mustar për t'i dhënë një shije që të marrësi dhe klientët tanë që i kemi këtu e shumicë. Ajo që vlen për të theksuar është që profesor Stefani vetëm po mbikëqyr procesin, sepse ata që janë duke përgatitur gjithë rretullit, të cilët janë studentët e Institutit Kulinar Neranzi. Kemi dhe persone dore me piperi. Kështu që unë juftoj që të gjithëve të afroheni, tashmë ne kemi qelur të event dhe të gjithë keni mundësinë për të afruar dhe për të degustuar të gjitha gatimet fantastike që studentët e Institutit Kulinar Neranzi po gatuajnë posaçërisht vetëm për qytetarët e këtij vendi. Dhe do kishim dëshirë që çdo lloj kritike, pakënaqësi apo dhe pëlqime që e vëm, nuk e vëm fare ndyshim që do jenë, të na i thoni dhe të na i shprehni. Unë dhe Alkendi dim t'ju themi që të kaloni sa më bukur dhe të kënaqeni së bashku, apo jo? E drejtë. Kështu që afrohemi dhe shijojmë.
Dhe ku jemi tani me dy qytetarë shumë të nderuar dhe të respektuar, janë dy djemë të ri, të cilët janë afruar pranë autobusit të shijes me të gjithë docentët dhe me studentët e Institutit Kulinar Neranzi dhe do ndajnë dy mendime për gjithë këtë event. Djema, a ju ka pëlqyer ky event sot? Po, neve na ka pëlqyer, ma mirë të bëhemi guzhinier se sa skiftera. E po ja e dëgjuat vetë në fakt se sa shumë të apasionuar ka djemë janë për kuzhinën. Cila është pika më kryesore apo ajo çfarë ke pëlqyer më shumë nga ky event? Koktejli. E thamë që në fillim që koktejli ishte full dhe as vetë nuk arritëm do të depërtonim nga shumë njerëz që ishin duke provuar dhe duke degustuar pjetë fantastike të dysh Albanës. Ne ju ftojmë dhe juve që të gjithë që jeni duke ndjekur këtë event, të ndiqni fjalët që vetë djemë thanë dhe të zgjidhni një profesion të sigurt që është gjithmonë Instituti Kulinar Neranzi. Atëherë, më tjere gjithë dëmimet të keni të përshkrues, vini të regjistrojnë tek Instituti Kulinar Neranzi. Tu keni një të ardhme, të merrni një zanat, sepse ju duhet në jetë. Faleminderit. Atëherë po përgatisim një pastë Lori, pene, me perime, me 5 kërëvese, krem djathi dhe mustar, si dhe me erëzë të ndryshme të kompanisë Neranzi. Të vini dhe t'i degustojnë të gjithë. Faleminderit. Zysh Moza! Se kam unë një Moza! Përshëndetje! Përshëndetje! Qa po bëni Moza? Çfarë specialiteti kemi sot, Gjysha? Ky është kosharila. Por ka marrë vesh diçka shumë interesante. Më tha Baria që kemi një brum pa gluten. Po, kemi pizza ka gluten. E dëgjuat vetë në pikat e dyqaneve të Neranzi Organic Market. Kemi pa fundësi opsionesh për të gjithë ju njerëz të cilët keni problematika shëndetësore. Mund të voni nga gluteni apo doni të ndiqni stile jetese të ndryshme, ne ju amundsojmë që të gjitha. Prandaj kur shkoni te dyqanet e Neranzi Organic Market, mos pyesni a keni, sepse të gjitha i gjeni. Qofte të burgerave që janë qofte vici, cilësia me mirë në treku. Bravo! E dëgjuat vetë se sa shumë kanë të gjithë, se sa shumë qenë kanë të gjithë shefatantë këtu me produktet e kompanisë. Patjetër me produktet më të mira. Ktu kemi zysh lulen e cila po përgatit. Atëherë, ne po përgatisim ushqime të shpejta për gjithë studentët që po vinë afër autobusit. Shpresoj t'i shijojnë. Produktet e kompanisë Neranzi si dhe Instituti Kulinar Neranzi. Patjetër. Jeni të pritur që vitin tjetër shkojnë tash të ndiqni kurse ose shkollë 1 vjeçare, 2 vjeçare, 3 vjeçare. Profesor, Faleminderit. çfarë do thoje për gjithë studentët që nuk e dinë akoma për institutin? Nuk e di. Të vinë sa më shpejt tek neve dhe mos humbasin kohë. Përfitoni një profesion i cili do të vlejë gjatë gjithë jetës. Faleminderit. Faleminderit. Është një recetë unike sepse përbëhet nga erëzat e kompanisë Neranzi, përbëhet nga mustarda shumë cilësore dhe njëkohësisht makarona pene Lori, një cilësi e veçantë në tregun shqiptar dhe jo vetëm, pse jo, në Maqedoni dhe Kosovë. Kjo është një recetë unike sepse përbëhet dhe nga perimet e ngrira të orogjerit dhe njëkohësisht përzihet me dashurinë e nxënësve të Institutit Kulinar Neranzi. Jam një student i Institutit Kulinar Neranzi, studioj në vitin e parë në kuzhinë dhe ju bëj thirrje që të gjithë të rinjve që të na bashkohen
në rrugëtimin e kuzhinës, në kulinari dhe di të them sukses. Zysh Ornela, mendove se do na shpëtoje, por jo. Kemi një pyetje shumë interesante për ju. Aq interesante, por është e vlefshme që të dëgjohet dhe të kuptohet nga të gjithë. Përse një student, përse një qytetar, përse një vajzë apo djalë i ri duhet të ndjeki rrugëtimin e tij në Institutin Kulinar në Rancë? Atëherë, në Institutin Kulinar në Rancë ne ofrojmë të gjitha departamentet e ndryshme, qoftë gjelateri, në pasticëri dhe kështu që është një sukses i garantuar. E dëgjuat vetë, nuk ka nevojë për shumë fjalë, mjafton vetëm të trokisni në dyert tona dhe neve do ju mirëpresim. Pikërisht. Kemi një nga shembujt më të mirë, të cilët janë studentët tanë që tashmë ndodhen pranë nesh. Ata janë krenaria e këtij instituti me thënë të drejtën dhe është një shembull kryesor dhe unik se si të gjithë nxënësit që studiojnë në Institutin Kulinar në Rancë kanë mundësi të ngjisin shkallët e karrierës së tyre. Atëherë, doja të thoja që është një gjë Doja të thoja që është gjë më fantastike dhe ju mirëpresim të gjithë të rinjve që të vinë në Institutin Kulinar në Rancë dhe jemi me fat që jemi dhe pjesë e stafit të aty. Falenderoj dhe gjithë stafin e në Rancë. Shumë mirë, i lumë shiduar gjitha. Çfarë ju bën më shumë përshtypje nga çdo gjë tjetër? Po, ëmbëlsira. A ju bën përshtypje kjo rini, kaq njerëz të rinj mos? Patjetër. Çfarë do thoshit ju për të gjithë të nxënës që tashmë sot janë këtu në këtë tur të mrekullueshëm dhe në këtë emocion shihesh? Që të mos ta humbin shansin për të shkuar në Rancë për të bë shefa. Një nga gjëra që unë do doja të jepja pak më shumë fokus, duke qenë se është dhe pak në profesionin tim, është një nga sektorët më të mirë mund të thënë që ne kemi, cili është sektori i menaxhimit të turizmit. Një sektor do të thoja që jep mundësi të gjithë studentëve të formalizohen dhe të rriten në mënyrë profesionale gradualisht dhe paralelisht me profesionin që zgjedhin të studiojnë në atë shkollë. Absolutisht. Dhe një nga misionet tona më të rëndësishme në shkollën e Institutit Kulinar në Rancë është që ne të mësojmë nga profesionistët nga shtrimi i një tavoline deri tek perfeksioni më i lartë. Prandaj një nga degët më të mira, siç e thash në fillim që ne kemi, është menaxhimi i turizmit, ku jep mundësinë çdo të riu të perfeksionojë të gjitha punëtitë që mund të ketë në pjesën e menaxhimit ose të mësojë. Dhe çfarë vlen të theksohet, sepse ne mund të flasim, por në fakt kemi një ambient didaktik posaçërisht të dizenjuar dhe të mirë organizuar, i cili simulon në mënyrë perfekte të gjithë organizimin dhe strukturimin e një mësimdhënie në shkollë hotelerie. Pra, tavolinat, seksioni i barit, recepcioni, dhomat e hotelit, dhe çdo gjë tjetër, ku të gjithë studentët kanë mundësinë të mësojnë të gjitha detajet. Madje kemi edhe një vend i cili simulon njëkohësisht në mënyrën se si shërbehet një hotel all inclusive. Pra, patjetër. Nëse keni dëgjuar ndonjëherë të shprehjen all in one, Rancë është pikërisht vendi.
kemi prezantuar me krenari shumë nga profesionit certifikohen në Institutin Kulinar në Ranzi. Master Chef, kuzhinë, pastiqeri, barman dhe mixologji, specialist brumi, pizzaiol, gjelatier. Por nuk kemi prezantuar akoma një nga profesionet që është ombrella e të gjithë profesioneve. Menaxhim, hoteleri dhe turizëm është profesioni që menaxhon të gjithë këto profesione që prezantuan këtu më lart. Mos nguroni të bëni menaxherët e ardhshëm të turizmit. Turizmi është ardhmja e këtij vendi. Dhe pas kësaj dite kaq të bukur, tashmë erdhi fundi. Kemi pasur një kënaqësi shumë të madhe që të gjithë ju keni qenë pjesëmarrës të këtij turi fantastik që ne kemi realizuar me autobusin e shijes, së bashku me studentat dhe docentët e Institutit Kulinar në Ranzi. Shpresoj që dhe ju të jeni kënaqur dhe të keni kaluar po aq mirë sa dhe ne dhe shpresojmë të kemi dhënë sadopak nga informacioni që ne mbajmë. Mos harroni, gjithmonë dyert tona janë të hapura. Instituti Kulinar në Ranzi mirëpret çdo që ka një dëshirë dhe pasion për të ndjekur një fushë në kulinari. Patjetër, dua të bëj një falënderim për sa i përket Bashkisë dhe Njësisë Fushkrujës për mundësinë që na dha që ne të ishim pranë, që kështu unë dhe Alkendi ju themi mirupafshim dhe shihemi në turneun e radhës. Faleminderit që keni qëndruar me ne.